surprizë me video. Po do t'ju anëzjesh edhe të ketë mundësi lumadi të fshihet për shpirt të plakës, jam i drejt. O të ma bëjnë Allah lëqon, do të një pasta jo vla, ne me zije i gjëtëm, të kam vla, të shau Aron Bylqiri të taj, po iko me gjithë Aron Robderin, të kam vla se nuk shaj njeri se më kanë marrë kapot, nuk mund të shaj me njeri vla. Kush do le të vi vla, bujrum, po unë di që unë i gjitha dhe adresën e shpis, sot do t'a pa taks, po shpërndat ju live-in, ka ndodh një histori vla gabimisht, pa dashje. Ja shif sharo, po e do një këtë histori të dali kjo histori, sot a i do ndëroj shpita ani vla. Nuk e kemë me atë flamurin a mbrapa. Të di a i që unë di vëndodhjen ku është. Në moment, të ani vla. Të anëzirë të ani. O bandit, o gjigant. E kupton? Edhe vëndodhjen, baba. Të dish dhe vëndodhjen, po vëndodhjen rasësisht, o bandit, o gjigant, se fola para në atësa ditësh i vetmi real vla që i ka thënë gjërat amëm si që janë, bashkë kemi folur dhe në privat erë tjetër për gjak ftotin, për shumë gjëra, e diti fratelu jemi fut me Fabio me gjë. Po i vetmi i drejt vla në TikTok që i thaj gjërat si ishin, je ti baba. E kupton, dhe kundur këtyre që mund t'i kesh në zona jote, në ana jote nuk do shëruaj turkari fare vla. Serios, si nuk më shëruaj turkari mua me këta në ana ime, që kush e meriton të, si e meriton të ka merituar dhe ka merituar në live edhe ndryshe, këta që hynë për gjërat të tjera. Rrim vetë në si shkërdat Allah, edhe pa buk, po nuk e marim lekun këtej, vla, dalim dhe minus në këtej. E kupton, edhe nuk jemi propagandista si punën këtyre, vla. E kupton që bëjmë propagandat e tyre dhe janë të tërë të shqitur të loqë Semit. Semi, vla jon, të na i bëja lëllë se për mëndën më është pavdidi i shqiptar, vla. Si pavdidi. E kupton? Tisha unë në vënd të Semi, vla, do kisha zjedhur ata antarët më kryesor të TikTokut e t'ju shie një ropë të tërve. Po nuk zjodhi ata Semi, zjodhi këj donë të roqka Semi. E kupton lajnë dhe këta ropë shirat. Ka ndalë dhe në aca vëlezër, si vëlezrit bluz. Jore Sela është djali mirë. Aroni është djallë Bylqir, la, Sela është djallë i mirë, la. Ja shif Sharop, Sela është djallë tamum. Djallë me tradita me të vërtet, la, për zoti. Sela është djallë i mirë, la. Ja shif Sharop. Sela është djallë i mirë, la, se ka ndimuar dhe quna në për burgje. Se ka bërë burg, la, ka mbajt e burgun e Aronit, ja shif Sharop, la. Aroni kote shpytzona të baba. Ja thaj, dhe kur vajtën tani Allah është si është se zdua të ju në këto tema se së prasi shumë kari. Po është si është muhabet i vla të më vdes si ndër vla, është si është muhabet i vla tani të marrësh një person që ka allet e tia, ka familjen e ti dhe ta shfryzosh i djali më Bylqir. E kupton? Edhe i vetëmi që i ka vajtur ati sy për sy vla, se a i ka shartë të tërë vla, i Aroni, ka ishën banditi vla. Dhe ja ka mbajt Kantato. Kantato i bja ka mbajt në kokë. I vetëmi që ka ishën banditi, vla. Në atë tërta dhe banditi ka ishën i vetëmi që o bandit në mallar, se nuk të ashtu. Respekte. Kore zëmra, qa po bënde kesha? E është për zotin punë, baba, në punë, qa këna me punë? Pëse ne punët i bëjmë vetë baba me ale, me probleme, dhe se jënë këtu, jënë për të të shfryrë, po nuk e din këta, e ke parasysh, e marri Ne jënë zjerim atë gjënë e ditës, akumulojmë një në 3 ditë dalim, edhe na njerë mund të dalim 10 ditë për ditë. Po këta e marri për gjëra kote, kupton nga i dënë, po. Ja majtë ka koka edhe ti. Po jo, nga koka e meritojnë baba, ish një gabim kam bërru me atë Fabio, se kam fundu në privat, kemi bërë në atësa muhabete shumë njërës të përbashkët, po se kish me mua dhe mendova se kish me mua, vetëm aty, po këta të tjerët baba, tani, ku e di unë kemi familje të gjithë o zëmra, e kupton lajndët, unë nuk e pranoj nesër djali im të shikoj një person të tillë, po ku t'i gjohën fëmija e një tjetrit o e një tjetrit, edhe plus, edhe propaganda aloja e TikTokut, baba. Si bët. Ty nuk të kanë kuptuar, Gjovajnë, ty nuk të kanë kuptuar, po t'je ke njësë që me Klevion këtë muhabet, na propaganda, që ju dole kundër shumë vetave. Ka e të vetë? Ose, shko qikë vajnë, se nuk i din ta historit që mbrapa pasaj të marri në telefon qa skeme të bësh për ditën.
Si bëjmë ne, valla, ne ndodhemi. Nuk e pa. Babaja ka majtë ke koka gjithë dhe për zotin, edhe Po të gjithë edhe me adres, me takim, po nuk dalin këta në takim, i thonë gjëra të takim, andej këte i nderin si duan këta. ta dojnë legë dhe dojnë me bo viktimen këtu, a e të mu du, me ma publikun mas. Se shqiptarët o babajt të dojnë kur je viktime, ka mu këto, kur je varikars. E di vla jotë. Ti ishe vetë, o baba, gjoj një sekund, ti ishe vetë në këtë gjë, edhe me çunat aty, çuna rrugë, çuna që janë ngritur vetë, kanë filluar në atë zero, ata më vlezë, si jemi ne me çunat, si kemi vuajtur rrugëve vlla, se njeri e lartë, njeri e në mes, njeri e poshtë, njeri të afusin, njeri thua ma afutën, ja ke futur ti, këto gjëra ka rruga baba. Tani edhe çunat mërziten a njerë vlla, se del i drejt, del për ta mëm, e që atë stresin tënë, nuk krijon probleme e gjëra, edhe të çojnë këta lloj prototipash baba. Të dalësh në vetja dhe të bëhesh pasaj, kemi kone ose nge, me ato që bëjmë, të futemi tani, të kërkojmë njerëzit në rrugët e Londrës, apo në rrugët e Amsterdamit, edhe e çdo njeriu frenon, të flasin dy veta, thonë o baba, lëre, je i drejt, je i sakt, po nuk i bën dot ti o vlla, të përbashkët këta. E kupton? Për shtaj lashën. U baba, ka e njërës të dalin të thoj tjetëri, I'm sorry mama, vetëm e minemi e tha, po ja kërkoj mamas, I'm sorry, në diskun e ti. Do dalin tani s'ka fistat me targa AVL, të thonë njerë, do ju shim motrat, të nes me dalin më falë vlla. Po jo se unë ullat e ty. Qa kërkom, ti aty të kapaj, ti aty jep në sha, je s'ka komando baba, me a televizje që bën. Më mirë mbaj o vlla, o baba, 150.000 lekë o vlla. Ne që 13 vjeç në vër barikata, bushja lavatriqet e prishura me granata. Se isha i vetë mi buri i shpise, kishin iku një migrim, dhe vlla i madh dhe plaku. Dhe ria vetë në barikat, të më mbron të zona. Do bitë që 13 vjeç, jo këta. Qa kanë bërë këta? Me qa arojnë ta? Një pyetje bandit, me qarojnë nga vlla, si janë buko vlla, lekët, na TikToku. Nëzirë ti një faturë, do dalin a njëri që ke marrë lek nga TikToku, o unë, o tjetri, unë se kam punë, ti se ke punë, nuk ta lërë sedra, e bëm veti atë, më mira buk me domate, buk me uje me kripo vlla, kur kemi na njerë vaj, kur kemi kaviale, motra në pith. Po jo këta valla, veni falen iksit. E di qa lidhje s'kena? E di qa lidhje kena unë e tit përbashkë? Ka baba. Ka Begenica. Po edhe aty ku jeti kemi njerëz të përbashkët baba, që më kanë folë për ty, për Zotin. E di. Po edhe ka janë e tjetër, e ke përmen e ditë ti, për shnem? E di vlaj, e di për këtë thua, e di shumë mirë baba. Po jo, unë edhe atere kur u ashtu me atë që ishte artisti në mes, po të kujtojt, është futur artisti në mes për atë muhabetin, i kanë folur në ati dy lafe, edhe dole në privat ju kërkoj falje. Kam shenë unë gjithmona, o vlla, kur vinin këta, gjo që vlaj në bandit, kur kemi shenë me na 2.000 veta në live, me na 3.000 veta, me na 4.000 veta, më falë që po ta përdor tu, se nuk po ta edhe as me kunjë, as me intrik, se jam djali drejt, po Aroni ka shenë me 38 veta në live, kur e kam futur unë, vlla. As e konsideroj afare, dhe nuk e konsideroj, dhe nuk dua ta konsideroj, po burat më përpara, vlla, dilin ball për ball me njëri tjetri. Ti po je burr, vlla, dil me mua, mos, se këta shko si duan të kapin, vlla. Këta duan të kapin, ti jesh tek, duke ngrënë një byrek me gjiz, edhe një dhall në X qytet, në X vend, edhe të nxjerrë ai që poshet byrekun. Edhe të vinë 30 veta, po ashtu i kapin të tërne, edhe bëj një video. Hajdo veto, vlla. Veto ti vet personalisht, ose të vi unë vet ty, ku do ti. Ose shok të tu, ose unë të dal vet në shok të tu. Si të duash ti, o. Babaj, nuk ka. Ta ma jo kohë, bro, nuk ta ma jo kohë. Ka kohë tani lishi 5 në një gjatë.
Ka dal kodi i bandit, e di qa kodi ka dal, thonë në Vlorë, kodi 5, neni 6, ishja vetës, futja shokut, këta duan njërës që po anë buk në të dy, edhe nesër më sjell mua ati për kafe, më la aty më vinë më kafe të tjerë. Po kështu vari kari, që janë këto i gjëra. Këto nuk i pranon vlla jot, unë dua të kap shumë, unë të lë. Më mirë do vi dita kur të jemi bashkë në një traget, si allergjin, po kthehemi në vendin ton, edhe do ndodhemi aty. Aty duket njeriu, vlla. Shikimi, ball për ball. Pa shumë e llafe më vret ti të vrasë shumë, baba. Për Zotin. Ora, pas je legend. Di e legendja, ma je mush mendin, që ta ma je mush mendin, për Zotin. Baba, ishim live në atë natë me Fabio, na u kënaqëm, u sham gjëna ropta, u ofenduam, a përdorëm na një intrin, dënja unë ti, Fabio, dhe babalja si kardera për shef, gacmoni njëri tjetrin, ti idhi ato të tuat, si i ke ti, i modernizuar, humor English, quhet, e kupton, humor English, zdramatizim, po këta nuk e kuptojnë, e kupton? Ja, nuk. Urej, drejti bëhet me të drejtin o baba, nuk është se ndodhemi ne të dy tani rastësisht këtu kot. Nuk është rastësi, është se të lidha ajo drejtësia baba. Edhe unë gjëndem të ato që thua ti, së të kam ardha një në live të të them, o vlla, futëm ose dërgom, ose të kam shkruajtur, ti e di shumë mirë, sëse jemi bërë na fama. Po që kam dhe një live-et e tua, kur ja kem bajtur dhe ti kantat, o vlla, për arsyet e tua, kam dhe njër dhe unë aty, vlla. E kupton? David, koha që të dalim krejt. Koha për të gjithë shaka, mund të. Po jore se këta, shkoj një sekund, kur vetet e burgu vlla, ndodhë që një burgagjis spionon burgagjin të tjerë për telefon. Edhe të vinë drejtori i burgut edhe të thot, o vlla, po ky byllqiri që keni në dhomë, qa është? Gangster apo byllqir, po spion, se po ju spionon. Edhe a një ledhatim aj. Tani këta o vlla që dalin në TikTok dhe ishen dhe si kardera, si kur kapin këta njerëzit, ose dërgojnë njërës të tjerë për të kapur ta vënë gjoba. Ku vëdot gjoba ti në Itali, unë kam 26 vjetë në Itali, am rritur në Itali, ku të lënë drangheta kalabrese të vështi gjoba, ose mafia siciliane, ose kamora napoletane, do la Aron Underin, më shive kosi ata pullumba që shisnin të merkatua e fjerit në Levan, të zone e zez, ata Underat, që i merja për Undera, pa ta ikni në anë e kundërt, në shive koskë, në Aroni. O qa o vlla, të ka vlla o vlla, ka respekt gangsteri. Pa Zotin, ku ke ngec me Aronin ti? Unë a i nati o baba, na presioni që bën dhe nuk është gangster. Dhe ja ka mat pulsi, na i nati o vlla, gangster për gangster, na i nati. Thjesht i nat baba. I nat o vlla, kap atë, qa vet e reti pleq që shesin pyreqe o vlla. A i 80 vjetë që nuk qëndronte në këm vajten e zë me dacka. Diamantin e nëzorën në prit e zuri me dacka. A i kaprolli me 14 gra, po i binte të nejshea në koka dhe eterniti në kokë vete kap kaproll në madhin. Shani të merin, vajti rinë në rulot, vajti e shiti a i mujoti, koke karit, shoku i ngusht. Po këshuare, këta nuk janë shok, ta e robqira. Qa shok, ne s'kemi shok, ne nuk shesim baba, ne blejmë. Ne të blejmë baba, erdi dhe të muaj, deri këtu. Nuk erdi deri lartë, erdi deri këtu. Po i thanë ata vlezit tanë. O vlla është me ne të shihet motra. Po jo nuk e nëzini do, jo vlla, nuk të vjeri. Për Zotin, unë e kur se më konë të ke pasë edhe veti, kam thonë, nuk jam dakord me vitet si ju ba, apo për ta meritojnë da janë. Nuk kam e të sharu, bandit, si je ti me iden tënde, nuk më pëlqen si ti po vlla, se jep një shëmbull të gabuar që nuk është o vlla. E nëzorën di banditin, se është në makim, prandaj du i kem blokuar live-in. O vlla, unë s'kam që me njeri o vlla, unë shikoj TikTok-un dhe dalë në TikTok si njeri i drejt vlla dhe them atë që nuk më pëlqen vlla. E mora vesh o bandit, për zotin, ma mori mundja direkt. Na makina, 100% për na 2-3 dit. E kupton, banditi është njësoj vlla, po dhe banditi kur ka dalë që ka dalë tek aty vlla, tek si zoti, si them unë, ka dalë aty me çuna që ka që bën jetën e tij të rrugës, sa janë 10.000 lek në muaj, 20.000 lek, 30.000 lek, 1 milion,
euro, sa të bësh olla në fund të rrugës, e kupton vajtën kur rrit e rruga, se të ngrë rruga avash, e kupton vajtën, po nuk kërkon lek na njerëzit o baba, dhe nuk shitet, nuk të lës sedra babi. Kjo është e gjithë muhabeti që them unë olla. O je lyps në TikTok dhe shitës bythe si ka dal Kozaku, jo për të folur keq. Atë punë e kam olla, atë lloj gjë bëj, atë gjesti bëj. Në privat Kozaku është djali më i mirë, e kupton vajtën. Ama e ka puna atë, ngërë dorën Kozaku. Po, më mirë të lëpi kari në semi tot, që është karderës, edhe me atë universin Kozaku investon, se s'është budalla. E kupton vajtën ti? Pullumba under, ore, në Levan, po të veje qik më tutje në fjerë, ta pagoje biletën e fugonit më tutje, unë isha i vogël dhe veja blia underët e vërtet me 5.000 lek atere. Ka qenë 97 avla në fjerë. Kurse këta veni në Levan i menin 3.500 lek. Po a i nuk i këte si më donë të kari mua, ta dërgoje, se ne dhe i mësoni baba, unë i koja vetë me buk me uj, pullumba të gjikën. E kupton, jo të flasë është veri i kari. E kupton, o bandit se i kam quar të tërë në zero në këta, vla, nuk ndjek ma asjerin, po ty do të ndjek, vla, të më vdesin tërë. Se ma neverit e një ditë Kozaku me atë mafjen, vla, u futën me atë Aronin, a i shante, bënte ato propagandat e tja, që asë se kuptoj fare, vla, qaj gjue flët, se am rritur me qurana duka i gjini në Torino me mirditor, kam dhe gocë me mirdita të më vdesin tërë, vla, jam i vetmi, që jam internacional në këto lloj gjëra, vlla, nuk është se shikoj jo ma lok, jo ma alsor, jo jugor, jo ku di gjë vlla, jo në këto gjëra, jo i zi, jo i bardh. Jam rritur me të zin. Po që e kupton vajtë, ty s'të kam, o vlla, ti i more një rrugë baba, si puna ime, nuk të përkrau njeri, vlla. E kupton, nuk të përkrau njeri, baba. Edhe ju dole kundër pasaj se hyre në provokime. Edhe mua, baba, të njëjtë një gjë. Të njëjtë një gjë, mua më erdhi Kozaku vetëm se isha me 4-5.000 veta në live. Po unë se mbajta ritmin ditë për ditë të dilja të shaja, që t'ju ambaja kantato me të vërtet. Ju ambajta kantato në jetë reale, në për WhatsApp-e. E kupton? Muhabet jësh, o vlla, nuk na duan e të drejtit, o baba. Kështu funksionon, vlla. Nuk na duan, duhet jesh djalë byllshir, vlla. E kupton? Erdi Kozaku më tha mua, o baba më tha mua, aje futemi ti e djali inteligent ande i këtej. Dhe vërtet, gjë që i vlajndën, dhe vërtet me Kozaku më vlla, e ke parasysh po të futesh unë në live me ato intrigat e mia dhe ato mbajtjen e lojës si do biç, si e bën Kozaku vlla, mund t'i shija rob mund në pith live-it edhe për juve vlla, mund t'i shija i motra komplet, mund të kënaqesh, po nuk e bëj dot o baba. Se bëj dot nuk ma alo sedra, se unë jam i drejt, o Francis, o baba. Nuk ma alo, se Kozaku është manipolist. Futesh me mua, pasaj vutesh me atë që më shan mua. E kupton ditani pasaj, nuk t'alë logika, baba. Pavarësi se ti e ke punë, unë se kam punë, vlla. Unë s'po të kërkoj punë, të më japësh ti famën tënde. Unë ata 200-300 veta i kam kotidianalisht, baba, ditë për ditë. Do të kem 2000, di unë qa mua bete bëj. Prap, nuk dalan skemat e mia. Më kupton? O flamurtar, jo gjigant. O vis në Torino, jo vlla në Barcelona.